Unë isha shumë e tronditur. Më kthehet më pus dhe më tha, qa frike ke që ti babi ti po i bërtet kaq shumë. E qolloj këtu dhe i dilte gjak. Bërtita sa fuqi kisha, nuk e gjija vajzën as gjikundi. Dhe në këtë kohë dëgjoj zërin e gocës. Mama! Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim, do të një histori shumë të dhimbshme dhe do shkojmë në Korfuz. Do të hap dritaren për një nën, Vilma quhet. Ajo ditën e sotme do e rrëfej këtë histori, pasi ka dyshime që e bia ndijetoi dhe dikush më pas e rëmbeu. Çfarë ka ndodhur dhe çfarë dyshon Vilma, do të jetë ajo vetë në këtë live për ta rrëfyer, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes këtë zonjë. Përshëndetje nga Tirana. Me shumë dashuri të dëgjoj. Në fakt unë Tu kujtova ndo pak. këtë do thosha, unë të njoh, sepse kemi folur dikur të dyja bashk dhe ti ke një histori të dhimbshme që unë kam lotuar kur e kam dëgjuar për herë të parë. E dashur Vilma, ti jeton në Greqi. Unë jetoj në Korfuz, po në Greqi. Sa vite u bë që jeton në Korfuz? 36 vjet. 36 vite që jeton në Greqi dhe ke humbur gjën më të shtrenjtë. Dimo, më i zemër. Më shumë rritem, bëhem më e madhe dhe më shumë të nevojshme kam. Unë dua të të pyes pa të lënduar dhe e di pse do lëndohesh. Jo, nuk më lëndon, kam kënaqësi që diskutoj për vajzën time, se nuk e diskutoj dot me të gjithë. Unë dua të të pyes çfarë ndodhi atë ditë për të marrë rrëfyer atë ngjarje të rëndë që zemra jote e di sa vuan. Unë kam ardhur në Korfuz në vitin 90, me ndihmën e një kishe angjëllore që quhesh në atë kohë, sepse u smura dhe gjendja në Shqipëri në atë kohë ishte shumë e vështirë, qoftë spitalet, qoftë gjërat e tjera. Dhe më erdhën, më sollën, më kishte mbledhur tëmci 36 të burë. Erdha për të bërë një operacion dhe për të kthyer përsëri në vendin tim. Atëherë kur unë erdha këtej, gjendja u ndaluan, na u prishën punërat, hikëm nga zyrat, hikëm nga paprikat, hikëm nga të gjitha dhe menduam apo rrim një 2 vjet, 3 vjet sa të rregullohet Shqipëria, si gjithmonë ai mendimi për të shkuar e për të kthyer. Flasim për vitet 90 që sa kishte hyrë demokracia. Kishte hyrë demokracia në 90-ën kur unë nuk ishte hyrë akoma, kur unë kam marrë për operacion. Ishte kështu, me Ramiz Alian. E qartë. Po. Atëherë burri im ishte piktor në atë kohë. Unë burrin e kam pasur nga fushkruja. Po. Nga një familje shumë e mirë, por të rëndë me ato zakonet e tyre. E ke parasysh. Traditat e atij vendi. Patjetër. Unë kam marrë me dashuri burrin tim, kishim 2 fëmijë, Klajdin edhe Esmeraldën. Bërëm 2 fëmijë. Kur unë kam ardhur në Korfuz, Esmeralda ka qenë vetëm 1 vjeç e gjys, 2 vjeç e pa i mbushur, ndërsa djali ka qenë 5 vjeç e gjys e pak, se ishin 5 vjet diferencë. E qartë. Atëherë vjen burri, kur unë qëndrova në Korfuz, i nxjerrin dhe burrit një viz, ato të kishës angjëllore, dhe vjen edhe burri im në Korfuz. Dhe vendosëm që unë të kërkoj një punë, në atë kohë, me ndihmën e miqve që kishim këtu, edhe im shoqi një punë, të merrnim një shtëpi të vogël me qira, gjithmonë për një farë kohe. Burri im nga ana e babait tia, origjina ka qenë nga Alamania e Gjermanisë. E nëna ishte nga Turqia.
si bashkohen njerëzit, Bota sa e madhe aq dhe vogël. Gjithmonë ëndëronte që të shkojmë, nëse do bëhemi mirë këtu në Korfuz, të hikim në Gjermani ku është jeta më e mirë dhe mbase të shoh vendlindjen e babait tim, të gjyshit tim, se babai lindi në Shqipëri. Erdhi në Korfuz, jeta shkonte shumë mirë, unë e kënaqur me të dy fëmijët e mi, filluam lodheshim shumë, nuk ishte njësoj puna si në Shqipëri, por u mundova që të bëja një jetë të paktën një çik më të mirë se nga Shqipëria në atë kohë, se në fillim kemi jetuar shumë mirë. Se unë vi nga një familje shumë e madhe, prindrit e mi, mamaja ime ka qenë bija e shoqëri Pezës, Muslim Pezës, kështu që janë rritur në blok, vi nga një familje shumë e mirë, me një familje shumë të mirë. Kur erdhëm këtu, kishin kaluar 2 vjet dhe s'kishin parë familjet. Në këtë kohë, shteti grek na dhan nga një firmë si kafshët, ato ishin vitet e kafshërisë për shqiptarët. Nga një vull në një letër që na kishin dhënë, që kishim të drejtën e të shkuarit dhe të kthyerit brenda muajit. E qartë. Po. Djali ishte në Shqipëri. Ma kishte marrë mami, se erdhi dhe mami kur u bëra operacion. Po e marrë djalin më thotë se do filloj shkollë. E qartë, e kuptoj. Mos humte shkollën. Pikërisht vit i ri menduam të ktheheshim, të bënim vitin e ri në Shqipëri, të thyenim edhe lekët, siç i kishim në drahmit, i bënim në dollar, me mendjen se po shkojmë në Gjermani. Se po shkojmë. Unë atë natë kisha një frikë të paparë që do ktheheshim. Kur neve shkuam, se harrova t'ju them, por në Shqipëri, policia greke, sa lexovi emrin e burrit tim, ju duke emër turk. Dhe grekët se kanë mirë. E qartë, konflikti i vjetër Greqi-Turqi. E dindi. Dhe ai e kishte tamam turk dhe pastaj e ndroi ziu, e bëri Bajram. Apo Bajram, e bëri Bajram. E di, një pjesë e mirë e shqiptarëve janë detyruar për shkak të fesë të ndryshojnë emrat në Greqi, të pagzohen. E kuptoj. Jo, të marrim letrat, vetëm për letrat ishte puna. Unë për veten time, mbas humbjes së tyre, deri në atë kohë kam qenë para se ta humb vajzën, dhe mbas vajzës kam qenë virima. Pastaj u pagzova që mundjet të mëshim letrat, se s'mi jepte njëri letrat me një fëmijë. Doshet kisha një burr që të kishte siguracione, e ke parasysh se si bënte, dhe unë isha shumë e re. Në kohën që ne po kalonim për Shqipëri, Odeta, burri tim ja grisën atë letrën. Dokumentin. Dokumentin, dhe ai e kishte vajzën në dokument, se baballarët i mbanin fëmijët, dhe djalin edhe vajzën. U mërzitëm shumë. Ai tepër i entuziast më thot, pa mos u mërzit, thot se do hidhemi me skap, se 10 minuta ishte rruga, nga një vend, nga Ksamili deri në Kasiop. 10 minuta, me orë në dorë. E qartë. Dhe na presin miq tanë dhe nuk është problem. Unë ngulja këmbja. Parandjeja një gjë të mërshme brenda. Por kur u kthyet nga Korfuzi, e dashurima. Kuam nga Korfuzi, u grisën letrat, burrit erdhëm në Tiranë, mua s'mi prekën letrat. Në rrugë toksore. E qartë, në rrugë toksore ju mbërritet në Tiranë. Në rrugë asnjëherë nuk kam ardhur unë, vetëm ai rast ka qenë që kam ardhur e paligjshme, që ndodhi fatkeqësia. Kur shkuam në Tiranë, burri im kishte një teze, të cilën kishte një vajzë këtu që ja morën një sarandiot që dashuroheshin në fakultet dhe ja nxori në çet, e ke parasysh. E pagu. Burri im luftovi shumë sa ishte këtu, po ata ishin një grup shumë i madh. Edhe ajo a kishte frikë, a dëshironte nga që e donte atë, pranonte çdo pislikun e tij. Mamaja ti dhe babai i vajzës, të mbesës të këshurin e parë të burrit, ishin drejtor shkollës që të dy të shkretët në atë kohë.
Afërdita dhe ai tjetri. Edhe ku shkuam ne që arritëm, na fton vjera që të rrinim të paktën një javë në shtëpinë e tyre në Fushkruj, aty vjen dhe motra e vjerës time, njëkohësisht tezja e Tim Shoqit. Edhe thot, lutemi, thot Tim Shoqi, do bësh të pamundurën, do më marrësh me vete edhe mua dhe burrin të kthejmë vajzën mbrapa se na ka dalë në rrugë të madhe. Unë hidhe me njëherë them një gjë e tillë nuk do ndodhi, deti nuk është bulevardi, ti nuk di not, ai nuk di not, skafi është I vogël, unë jam me fëmijë, por sa I mirë që ishte Im shoq, aq që dhe I prer ishte në vendimet e tija. E mori vendimin pa pyetur mua dhe e marr vesh ditën që do iknim, që do vinin edhe këta me neve. Që të niseshit me skaf nga Ksamili deri Korfuzit. Deri në Korfuz, po. Burri Im atë natë e ka pas xhepin të mbushur komplet me lek me dollar. Dhe mamaja ime ja ka qepur xhepin, që mos t'i binin lekët nga këtu. Dhe lekët e tjera e kishte këtu. Unë isha shumë e tronditur. Vajza ka qenë shumë e lidhur me mua. Shumë e lidhur. Atë natë para se të vinim, neve u debatosëm shumë. Jo për para të gjithëve, u munduam në dhomën e gjumit, duke I thënë këtë që po bën nuk është e mirë. Do na kushtoj. Unë nuk e di si do ti çfarë halli kem, thoshte, ti je një notare mrekullueshme, se unë gjithë jetën jo në blok, jo kemi mësuar të notojmë, kemi mësuar të hecnim dhe larg. Dhe unë I them, unë nuk siguroj veten, jo t'ju siguroj ju të tjerëve, se di unë not. Pra, zemra jote e parandjente që të ndodhte diçka në det. Atëherë mbaj mend vajzën se më fliste me sa, nuk e thoshte shë. Çfarë frike ke ti mami, që unë nuk do kthehem më në shtëpinë tonë, unë do mbutem. Sa vjeç ishte Ti goca? më ka bënte gjithë rrugës derisa kemi arritur në Sarandë. Të lutemi, thosha, mos I merr njerëzit me vete. Mos të hypim në skaf. Të mundohemi të paguajmë një vizë për ty dhe për vajzën prapë. Gënjesht, shumë të falsifikuara po kalonim, I kishte mbushur truri përse ti jap ato lek për asgjë, kur për 10 minuta arrim në anën tjetër. Vendosi, në atë moment mbaj mend Odeta ushqeva vajzën, I dhash vezën e fundit, si për Kodrës në Ksamil. Në atë kohë erdhi skafi për të marrë. Ka qenë çfarë muaji? Ka qenë data 2 shkurt, ka dhirë 2 shkurti. 2 shkurt, çfarë viti? Të 93-shit. 1993, ti hipe në skaf me 2 fëmijët? Jo, djali s'ma la babi atë natë, më tha lare ta përfundoj shkollën dhe e merr në verë dhe nuk e kthen më. Ti merr vetëm vajzën e vogël? Marr vetëm vajzën me vete, marr burrin, marrim tezën e burrit dhe burrin e tezës burrit. Sa vjeç ishte vajza dhe një? Sa vjeç ishte vajza? 6. 6. I kishte mbushur 1 muaj kishte. E ushqeve me vezën e fundit dhe çfarë ndodhi më vezën e pas? fundit, me tostin e fundit, I dhash dhe ujë, e putha shumë se isha shumë e lidhur me të. Afu nuk më thriste mami, po më thriste o zembra. Më kthehet, më puth, siç më puthte, dhe më tha, ti ke frikë se neve do mbutemi sonde? Qa frikë ke që ti babi ti po I bërtet kaq shumë? Të lutem o mami, nuk do më lësh të mbutem? O Zot. Hypëm në skaf, ato dëgjoj, që është një misterio, për arsye, sepse ata njerëz u zhdukën dhe asnjëri nuk tregoi të vërtetën se çka ka ndodhur atë natë. Por të lutem, dua ta kuptuan që burri ka lek në xhep. Dua ta dëgjoj nga goja jote dyshimin, por më trego dhe ngjarjen. Çfarë ore keni hipur në skaf? Ne kemi kaluar në 9:30 në 10 të darkës. Po. Na çuan me makinat deri në skaf. Ata të zotët e Po nuk ishin vetëm neve, ishin akoma dhe 5 të tjerë. Përveç familjes tuaj, po?
Ishte një shoku burrit i cili i thotim shoqin në prezencën time dhe të gjithëve, ai ishte djalë i ri 21 vjeç, dinte dhe ai shumë mirë not. I thot që o Bajron, po ram në det, se më që është distanca shumë e shkurtër për të dalë në breg, po na lëshovi varka në breg se na po të na kontrolloj dragamina greke me dritën e madhe, duhet të zhyteshim që mos na shifnin, se qëllonin i vrisnin. Dhe thot, unë do marr Esmeraldën, thot, dhe Vilma le të mbaj ty, sepse burim kishte pak problem me mushkrit. Dhe ashtu siç ishim të veshur atë natë, ishte e veshur me një palto me kastor dhe me push të trash. E ke parasysh ato kastorat me ato pushin e trash, dhe ajo vetëm një çik me ujë tu bënte të tërhiqte brenda. E kuptoj. Merrte pesh ujë. Po. Unë atë natë kam qenë e veshur me një palto gri të gjatë, mbaj mend me çizme. Edhe kur hypom në skaf, nuk i njihnim këto të tjerët. Mora vesh njëri ishte nga Peshkopia, dy të tjerë ishin, njëri ishte nga Zallheri, dhe dy tret nuk i di se nga ishin të tjerë, po këta i di se ishin çuna të rinj, ishin 22-23 vjeç. Kur hypom në skaf, s'kishin bërë akoma 200-300 metra, skafi u mbush me ujë. Që të gjithë kishin nga një çantë që kishin prur me vete. Edhe i thot ai i skafit, çantat tot asnjëri brenda në vark, që mos ta rëndojmë. Nxirini jashtë skafit, le t'i lagi deti, po jo brenda në skaf. Dhe ashtu bërëm, me thënë të drejtën, por u mbush me ujë skafi. Edhe u kthyem. Kur u kthyem, unë marr Esmeraldën dhe fillova duke u ngjitur atje ku i dhash vezën. Dhe thash unë nuk hym më, thash tim shoqit. Tezja e burrit ishte shumë, nuk e dinte frikën si duket, dhe dhimbja e vajzës saja nuk shikonte më përpara. Donte të arrinte në Korfuz. Të merrte vajzën, tani të lutem, ju nisët dhe ishit në mes të rrugës kur skafi u mbush me ujë? Po, dhe u kthyem prapë në Ksamil. Dhe u kthye sërish në Ksamil, po. Atëherë unë i them që unë do marr vajzën dhe nuk hypi në skaf. Burri im më merr gocën dhe më tha, ti nëse ti tha nuk don të vish se ke hallin, pse është tezja burrit me burrin e tezës. I them nuk e kam për ata, se ata larg qof po ram do mbyten, unë jam e sigurt i them. Sepse që të kalonim neve, që të arrinim atje ku donim, do kalonim atë kanalin që ndan Shqipërinë me, a më kupton? Po. Dhe unë e dija, se kam mbaruar shkollë. E dija që aty, ka i kanali që ndahen, është një tmerr i vërtet se kur kalon drageti, lëviz dhe bën kështu. A më kupton, të tërheq ai kanali. Më thot mua nuk, unë do marr vajzën, po deshe rrim, thot, kështu si pak me nerva i shqetësuar. Tash po çfarë do bëj unë vetëm këtu more burrit e pa vajzën. Do na mbytet vajza, jo më thot mua mos ki frikë. Vajza nuk ka problem se dinot, edhe ti dinot mirë nuk ka problem. Kur hypën të gjithë, po më thonë do hypër zonja, po do rrish atje sipër. Zbres poshtë, futem në det, deri këtu ke kofshët, në gjithë qisme si qisha, që hypa në varg, për herë të dytë. Dhe dridhasha adet, dridhesha. Ishim përballë. Unë këtu me vajzën, burrim këtu përballë meje. Këtu ishte tezja, ishte burri tezës dhe ky shoku burrit, dhe në momentin që u hop drita e policisë, thot paska sonde dragamin të madhe, thot, dhe duhet të dalim rreth e përqark që mos na shohin, rreth muri, rreth detit. Do thënë, shkuam pak më larg, nuk e prevëm aty ku e donim. Unë nuk di çfarë të them, nuk mbaj mend. Këtë moment nuk e mbaj mend. Mbaj mend që ram në det. Sa minuta kishit që kishin nisur udhëtimit dhe ratë në det? As 20 minuta. Kishit hyrë në ujrat e Grekut? Po, pikërisht ke kanali Odeta.
tani më dëgjo me kujdes. Kur u shyt varka, filluan duke përtitur, duke gërthitur, tezja burrit na kapte në përsyt, na kapte këtej, na kapte andej, donte të shpëtonte, i shoqi vdiqën me një herë. Gjatë gjithë kohës që neve udhtonim, ai pinte një shishe konjak nga Afrika. Një shishe konjak e piu e mbaroi dhe kur ra në det aty pushoi zemra sepse pivi shumë ujë dhe iku. Dhe aty u gjet. Ndërsa tezja e burrit është gjetur në Rodo, jo këtu. Në Rodos. E ka marrë kanali që e ka çuar deri atje që ka dalë. Por në momentin kur ram, mbaj mend si tani, ajo e motor e skafit, si quhet ajo? Helikat. Helika, e qolloi burrin këtu. Se siç u kthye, e qolloi këtu dhe i dilte gjak. Dhe i them po të rrjedh gjak. Më thot, nuk ka gjë thot, po të vëj pak dorën këtu, që inshallah po hikim. Dhe më thot, shiko, thot, nuk po ma hap xhepin, thot, më marrësh lekët prej këtu, thot, se si dihet se vjen puna. Po s'kisi në Terezi, thash, ne po mbytemi. Kush po mendon atë moment për lekët? Thot, xhaketa që kam veshur, thot, më tërheq brenda, s'kishte faj, më tërhiqnin mua çizmet, jo atit xhaketa. Nëse e marr këtu, dhe në këtë kohë dëgjoj zërin e gocës. Mama! Unë po mbyte, mami! O zemra! Vetëm kaq. I them tim shoqi, vetëm kaq. Sipër në qell kishte një paselin në të madhe, që ndriçonte detin. Yjet. Hëna. Ndriçonte. Hëna. Po, edhe unë me një herë i them, më prit këtu i them tim shoqi, se të rritem det mundesh, s'kishte në një problem. Në këtë kohë shikoj këtë të zotin e skafit, që sa mund të zhystesh skafin me këmbë, hypte sipër dhe zhyste për ta mbytur skafin. Edhe unë i bërtita, dhe i them pse e bën këtë gjë more, le të mbahen njerëzit. Rreth e përqartë, ata që s'kan asnjë gjë. Shpëto kokën, më tha. Vetëm kaq dhe iku, nuk e pash më unë atë njëjtë, se me çka ikur ai. Kur në këtë kohë që për 8 vajza, i them tim shoqi rri këtu, i them sa të shkoj të marr Esmeraldën dhe të kthehem. Se po që e kismet tash ikim të tre. Nuk betësh ajo. Shkoj e kap gocën. Kap vajzën, gocën e kisha me një bufan, me një jeshil me të bardhë, për të mbajtur ngrohtë, ato që veshim sipër. Termike, xhup, termik që të Po, se më fal ndonjë fjalë që mikën. Edhe i kishte me kapuç dhe njëkohësisht i kisha që mos të më ftofesh sepse kishte kaq shumë erë që frynte nga varka, i kisha vënë një shall të bardhë që ja kishte bërë mami me duart e saja. Edhe në moment që shkoj atje, kap vajzën e marr fort këtu, i them, mami është këtu, i them, mos u tremb. Edhe ajo më shtrëngon kaq shumë fort, dikush deta më tërhoqi nga këmbët, miku vajza, nga duart, më rrshkiti. Fap, bërtita sa fuqi kisha, dhe u futa në xhyt që të shoh ku më zhduk goca. Nuk e gjeja vajzën as gjikundi. Bërtit këtu e bërtit atje, Esmeralda, nuk gjeta vetëm kapuçin e saj, që e kam akoma dhe sot, atë shallin e bardhë, dhe më vonë, shumë më vonë, kanë gjetur një çizme mbas ca ditësh, se dhe vajza ishte me çizme të gjata për i kafe. Në kohën që unë po e gjeja Esmeraldën dhe nuk dija se ku notoja, se ku rria, mes detit të hapur, unë kam jetuar 3 orë gjysmë brenda në det duke kërkuar gocën. Por një moment kthehem dhe për ta Strasburg, Bajram ku je, që kthehem për të marrë burrin, më duk që distanca që bëra u ktheva dhe nuk e gjeta burrin. I humbe të dy. Në këtë moment u lëriva kaq shumë, sa që ata që më kanë dëgjuar, se do të tregoj tani që më shpëtuan, thonë nuk atë që kemi dëgjuar dhe ditë të ushton të zërin tënd, ishte një tmerr.
Në këtë kohë dëgjoj një zë, o Vilma, thash, burim gjallë akoma. Ku je, thash, jam këtu dhe shkoj në drejtim, ishte djali Xhaxhait Burrit, që të thash që ishte me neve, Sokrati. Edhe ai sa kishte ardhur në Austria, edhe ai djali vogël. Më thotë, më shpëto, mos më lë. I tham, Sokrat, erdhe ora të hikim të dy. Hikëm të gjithë, edhe Bajrami dhe Goca, edhe Thia, edhe Tezja, edhe Buri Tezës. I dëgjova ata të gjitha. Ati të hiknin jargët, nga hundët, nga goja, ishte duke mbaruar dhe ishte stokur në trup. Unë isha vetëm me çizme, kisha hequr pallton, kur kam hequr pallton, nuk ishte aq e vështirë se sa kur hoqa golfin. Që është duke u mbyt kur hoqa golfin. Nuk doja të kisha asgjë në trup që mos të më rëndonte se u lodha. Çizmet nuk I hiqja dot, ishte një diçka e paparë. Të heqësh çizmet në det. Ishin mbushur plot me ujë dhe më tërhiqnin. I them Sokrat, deri këtu është jeta. Do ikim bashk. Ja kështu në këtë formë. Në këtë formë, bërtas dhe një herë tjetër sa fuqi kisha dhe dëgjoj një zë. O motër, ku jeni? O motra, si që flaskin nga Saranda. Dhe unë I them këtu, vina ta me skaf, atë sa fytyra shumë të vrara, të krimineli, e kupton, atë fytyrën që të tramë. Këtu ka filluar një luftë të mërshme për mua. Në këtë kohë, kur ka ardhur ky njeri që më ka shpëtuar mua, kërkohet akoma me Interpol. Pavarësisht se ka bërë 2 kafenia në Sarandë. E qartë. Ky quhet Rustan Lapa. Ky erdhi që të shpëtoj ty. Ky erdhi më shpëtoi mua. Më futi në skaf, I them unë nuk hyp, se merr djalin e Xhaxhait Burrit tim, se unë do kërkoj për Gocën. Dhe ai më tha, hajde se Gocën ta kemi gjetur. Edhe Bajramin ka dalë. A kishte gëzim më të madh që të dëgjosh? I them ku janë? Ti kanë çuar në spital të Sarandës, më tha, të Ksamilit. I besova, hyra brenda në skaf, po isha veç me sutjena, me pantallona dhe me çizme. Ai heq xhaketën e tij dhe ma hedh krave. Dridhesha nga të ftohtit, isha mbaruar. Mbaj mend që atë natë kam qenë dhe me perioda, imagjinoje. Kur dalim në Ksamil, te pregu detit, në anën tjetër, jo atje ku hypon, po ishin distanca shumë e afërt, shoh një zjarr të madh, të hapur, dhe rreth e përqark ishin që të gjithë. Edhe I zoti skafit, dhe ai që mori Gocën time, shoku Burrit, ishin të zotët e skafit, se ky që mori skafin me neve, ky u paguajt atë ditë, e mori skafin për ta punuar, nuk ishte skafi tia. Edhe të gjithë atje duke u tharë, duke u dridhur, dhe në kohën që neve dalim, unë dhe djali Xhaxhait Burrit, ne nuk zbrisnim dot, ai nuk lëvizte. Atëherë dëgjoj atë zotin e skafit, çfarë bëre mor gomari tha. Shpëtove atë, I tha? I tha, shiko, tha, nuk ka për ta prek njeri, I tha. Këtë tha, nuk ka për ta prek njeri, I tha. Mua, tha, sot, tha, ulërimat e kësaj, tha, më kanë bërë, tha, që të çoja emigrant, ishte skafi tjetër ky që ikte, dhe ulërimet e kësaj më kanë bërë, tha, të kujtoj vajzat e mia, se gruaja e këtij I kishte hikur dhe ishte martuar në Francë, I kishte marrë dhe vajzat. Edhe më kujtuan vajzat e mia, tha. Kështu që ata nxorën Kalashnikovin, pistolin tjetri, ulni kokat na tha, ky merr ky makinën, vraponte ky me makinë nga Ksamilit që na hidhten në spitalin e Sarandës, kurse këta nga mbrapa qëllonin, hiku dera e makinës, si në për filma, nëse ke parë filma teta. Hiku dera makinës, ai na thoshte zbrisni kokat poshtë, mos t'ju kapi ndonjë plum. Ç'të them, me 100 zore kemi arrit, ai arriti pa gom makine. Makina na shkonte kështu derisa arritëm deri në një farë vendi, edhe aty erdhi një makinë që ky mori në telefon, na futën çojin në spital, po ishte shumë afër ai momenti,
edhe na kanë hedhë ke shkallët e spitalit, nuk na ka fut njeri brenda, kanë dalë infermiere, kanë dalë të gjithë duke na marrë, edhe këtë fjalë mbaj mend për ti, mos më nxirr. Unë nuk e di se kush ishte, unë e kam marrë vesh shumë kohë mbrapa se si ka qenë quajtur ai që më ka shpëtuar. As e njihja si fytyrë, as si emër. Dhe kur arrita na futën brenda në spital, u mblodh me policie, me drejt. Mbaj mend si tani që më ndruan na futën në kupator, sidomos djalin e Xhaxhait burrit, se ai që duke vdekur, ndërsa mua s'më lidhte dot njeri më. Unë hypja sipër në kapin e tretë, zbrisja në morg, kërkoja njerëzit e vdekur. Mendoja se është një makinë vinte ke spitali, unë mendoja se erdhi vajza. Më thonë këta nuk kanë ardhur të tujet këtu. Mos po si dihet, pasi ndaj një çik prit. U çmenda, kalova në depresion, si ishte as pak e thjeshtë. Gjithë ajo gjë që kalova. Po, më thonë që si do bësh, mban mend gjë, si mban gjë, duhet të dalim në breg të detit që të nesër në mëngjes. Unë s'mbajta mend as telefonin e prindërve të mi në Tiranë. Dash telefonin e dajës. Në moment që kanë njoftuar dajën, kanë ardhur të gjithë në Sarandë. Një natë përpara në darkë na nisën dhe në mëngjes ishin të gjithë në Sarandë. Edhe u mor vesh historia, por nuk u gjetën trupat. Edhe mua ky person, ky Ristani, kur isha në makinë më tha, mos ki merak, i ke gjallë, këtë mbaj mend nga unë. Mbas pak kohësh u kontrollua, u bë atëre sa kishte hyp Sal Berisha, nuk u bën gjërat si po lombar vurëm, se me që ishin familja ime që thoshin shikoj, nëse kanë rënë këtu shtëllësia mbi 60-70 Celsia, e ke parasysh sa do po lombar deri në 35 mund të arrijnë 35 metra, pastaj është e pamundur. Po nuk ka mundësi kur, sepse po t'ishte vajza do ishte në sipërfaqe, po t'ishte humbur. Se fëmia do pi ujë dhe rinë sipërfaqe. A më kupton? Edhe nëse do kishte kaluar në i peshku madh që ta hante, atje nuk kishte. Në atë vend do më kishin hëngur dhe mua, si ishte vetëm për një person. Unë pastaj më vonë, pasi u bën shumë kërkime për kohën që ishte, unë nuk e besova as një minutë që goca ime ka ikur nga kjo jetë, po pata shumë frikë, mos ma morën mashitën, mos ma adoptuan, se hikën të zotët e skafit u larguan në Itali, dhe nuk e erdhën për shumë vite në Sarandë, se kërkoheshin. Ndërsa ai që kishte skafin u dënu vetëm 5 vjet burg. Edhe bëri vetëm 3 vjet edhe doli. A më kupton? Por asnjë nuk foli nga Saranda, çfarë ndodhi, sepse shumë e di. Dhe ky person që mua më shpëtoi, më ka ardhur, më ka kërkuar, mbas 2 vjetësh, mbas 3 vjetësh, më ka ardhur ke lokali ku punoja. Dhe më tha, unë do të them 2 gjëra. Ti besoj, mos i beso. Vajza nuk të ka vdekur, vajzën e ke gjallë, nuk di se ku ta kanë çuar, por nuk e ke të vdekur. Po burri më duket as se të ka hikur. Dhe unë menjëherë më shkoi mendja ke lekët. A më kuptove? Sepse kishte shumë lekët. Edhe mund të varrosën, diku atje e futën, e hodhën, e kush e di se si. Por për vajzën ta jap 100%. Pikërisht ky person kishte një shoqe, një mikeshën e tij nga Saranda, e cila ka ardhur dhe më ka thënë shumë herë, Vilma, gocën e ke gjallë, po se ku e ke, ai nuk e di, Ristani. Por ta jep thot 100% që e ke gjallë. Shkova e takova dhe unë një herë. Edhe më tha, nuk di ç'të të them, apo e di që nuk të ka vdekur. Po di që ç'a të merri është një gjë e tillë, të thonë që vajzën e ke gjallë, nuk e di ku e ke. Historia shumë e fortë, shumë e dhimbshme. Unë kalova në depresion. Pastaj e mblodha veten për të rritur djalin. Dhe u ktheva prapë në Korfu, se mendoja se në këto ujëra këtu e kam vajzën. Nuk i kam më dot as gjikundi. Nuk e rregullova më jetën. Rrita djalin, jam bërgjyshe, po
atë të Esmeraldës nuk ma zëvendëson njeri. Të besoj. Kam shkuar në Amerikë me kryqin e kuq se më thanë që është gjetur një vajzë dhe ta kërkon prindrit. Shkova deri në Amerikë, bëra testin e DNA-t, atë ADN-n, bëra shumë gjëra. Kam shku në Itali, në Rai 2 është hapur emisioni. Unë mendoj që dikush e mban shumë të fshetë historinë e gocës time. E tash Vilma, unë dua të të bëj një pyetje. Personi që të shpëtoi jetën dhe të tha që vajza nuk është mbytur, nuk të ka vdekur. Unë të them ta nuk është mbytur, po se ku është nuk e di. Ai e kishte parë me sytë e tij vajzën në anën tjetër të bregut? Domethënë, nga se u bazua ai që ata ishin në shok. Ai është një person që kërkohet me Interpol. U kërkonte atëherë se tash i zgjidhja më. Ja ti punonte motra në shik, atëherë thoshte ne kërkoj me Interpol atë njeri. Kaq i keq ishte. Edhe unë shumë herë ja kam bërë këtë pyetje. A mund të të pyesi, kam thënë mua pse më shpëtove? Se ti je një njeri që i ke bërë vetëm keq njerëzve. Unë çfarë të nxora? Më tha Ulori më tetua në det, më tha, që kërkoje gocën, edhe diçka bërën brenda mua. Që u ktheva ta dhe të mora dhe luftova ta me të gjitha ta. E qartë, por ty të ka dhënë dyshime që vajzën e ke gjallë, por ti e kujton atë moment. Të ndjek çdo kohë që kam mundësinë time hyj dhe në Google. Asa herë mendoj që mos do ketë dhe për mua një kërkesë para se të mbyll sytë e ta shikoj atë vajzë. Nga momenti që nuk e kam parë të vdekur, nga momenti që kam dëgjuar gjithë këto fjalë, këtë unë e shkreta, nuk e di. E tash Vilma, ti e kujton mirë atë moment që e kishe vajzën në krah dhe dikush të troqe. Isha që ma tërhoqën. Po, më falë. Jo, pije kafe dhe qetësose, kuptoj dhe gjendjen tënde. U kthyem shumë vite pas dhe kjo gjë të lëndon. Tani kishte goca me 2 shkurt ishte ajo që ndodhi. Dhe për mua është sikur ndodhi dje. Por ti nuk e pes. Për mua lësoj. Ti nuk e pes se kush ta troqi vajzën në det dhe kush ishte ai person që mund ta ketë shpëtuar. Ti që ma tërhoqën, Ulërita sa po që kisha Esmeralda, zbres poshtë. Me notë zhytë që të shoh, mos ma tërhoqën, nuk pash, sikur ma mori njeri me dorë. Në moment që kthehem të marr burrin, zgjeja zburin. Ku di unë e shkreta, nuk di se çfarë të them, nuk e di. Mes detit 3 orë e gjys kam detur, duke e kërkuar. Personat që kushtuan këmbët nga gjujnë të poshtë, duke më mpirë që s'kisha më të katër, tani erdhi fondi dhe për mua. Atë moment erdhi një skaf, motroskaf. Që të shpëtoj. E tash Vilma, ata persona që do bënin udhëtimin, që ishte fatal për familjen tënde, ti nuk i nje kush janë. Ti nje vetëm personin që të shpëtoj. Jo, nuk i nje fare, po i mbaj mend që ishin të veshura me rroba të bardha, atë natë, me xhinse të bardha, xhaketa të bardha, siç që ajo kohat që vinin në rrobat nga jashtë, u sajonin e u vishnin. E ke parasysh si shqiptare që s'kishte 2 rroba dhe momenti kur vinin visheshin si t'ishte përpara. Po duknin që ishin me flokë të gjata, ishin ata nuk i di as emrat as një gjë. Atyre nuk u di as një gjë. Po këtu dua të ndalem. Skafi nuk ishte i personit që bëri burgun. Skafi ishte 2 personave të tjerë. Po këtu dua të ndalem. U aratisëm për Italiat natë. Prandaj të them që nuk di. Por dua të ndalem këtu, personi që të shpëtoi jetën, që i njinte këta persona, e ke pyetur për të zbuluar emrat e tyre? Nga që më thot mua nuk i di, por atë që ngul kam akoma dhe sot, thot që shiko gocën e ke gjallë. Uroj Vilma që goca ti jote të jetë gjallë dhe mos jetë mbytur atë natë në Faleminderit, të lëmë të goja, por dëshira është e madhe, mungesa është e madhe,
Dashuria është e madhe, pyetja shumë e madhe, të gjitha shumë të mëdha. Nëse ata persona që udhëtuat atë natë. Nuk të ndodhte se atëherë s'ka pas polici. Po të kisha, shumë herë më shkon që të vendosja një detektiv, një njeri që të gjenin pikërisht se atje është e mbyllur kjo histori, e kanë qepur, nuk e nxjerrin. Mbas një javë, 2 javë, kur unë isha ke shtëpia Vjerrës, që të prisnin për 40 ditë mos po gjenin kufomat dhe na njoftojnë hajdeni se janë gjetur kufomat. Dhe kur shkojnë gjithë njerëzit tanë, i thanë jo, nuk ishin ata. Dhe erdhën prapë kthyen pa kufomat. Dashu Vilma, unë dua që ditën e sotme të përcjellësh një mesazh për gjithë ata persona që kanë qenë atë natë në skaf, që dikush që mund të di diçka të vërtet, pas kaq shumë vitesh, mund të marri guximin të flasë. Ty të lumë të goja, makari tjetë kështu si që thua ti, makari Zoti të më dëgjoj, ata persona para se të hikim nga kjo jetë, dhe nuk dua asnjë njeri t'i bëj keq. Ata më bërën mua, unë nuk dua t'i bëj asnjë njeriu të keq. Unë dua vetëm të tregojnë çfarë ka ndodhur atë natë. Vetëm kaq, çfarë ka ndodhur atë natë. Nuk ka mundësi kur t'i pinte ujti në atë formë. Nuk ka mundësi kur. Unë më duket sikur çdo herë kur ti del atje në televizor, them o Zot, mos ka ndonjë të re dhe për mua. O Zot, ose shikoj ndonjëherë Adi Gjebrean kur thot ka një mesazh për ty, gjetën nëna, të gjetën këtë. Them se kur tjetë dhe kismeti im diçka e tillë. Të besoj. E dashur, historia jote më preku pafund. Unë jam nën vetë dhe kur tregoj ato momentet e asaj nate. Të faleminderit Deta që më dëgjove dhe do të thosha vetëm një gjë. Inshallah qoftë kur thohet një dritë në tunel, inshallah vjen tek ty dhe njoftohem unë. Makari. Amin. E dashur Vilma, të falenderoj që të pata sot. Të falenderoj dhe unë shumë që më dëgjove. Dhe unë të përqafoj. Dhe kur të kesh mundësi përmende ndonjëherë emrin e gocës time. Jemi këtu live dhe Esmeralda është përmendur shumë herë. Uroj të zbaret kjo e vërtet dhe ta them me shpirt që ato dyshimet e tua që është gjallë të jetë vërtet gjallë. Ta uroj me zemër. Dhe pse besom që asnjëherë nuk ma thot zemra që ka vdekur. Asnjëherë. Uroj, amin. Uroj që të falenderoj shumë nga zemra, të uroj suksesin për këtë vit. Të falenderoj dhe unë zemër. Të ndihmoj sa ke mundësi njerëzit se kjo është një detyrë njerëzore, pastaj ti je një nanë mrekullueshme dhe e vjen. Të falenderoj dhe do mbetemi në kontakt dhe të pudh nga Tirana. Dhe unë faleminderit nga Korfuzi, shumë faleminderit. Gjithë të mira të Deta. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live me këtë histori të dhimbshme që përcollëm ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndoqët dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.